Zonja Topalli, kishit kërkuar? Pas tyre ty. Juve e morët zonja Zhupa dhe Kryetar, me qënë se këto fjalet janë normë dhe rregulloria nuk po respektohet, madje ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sa po tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë, e me qënë se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja vetë. Kontrolloni fjalorin. Po pra, Zoti Hoxha. Zoti Ervin Hoxha e ka fjalën. I nderuar kryetar i Parlamentit.